Tash mund të krijoni pyetjen tuaj mbi shqetësimin që ke dhe unë do t'ju kthej përgjigje sipas mënyrës dhe pyetjes që bëni. Atëherë mendimi im është dhe fokusi dhe pikpyetja më e madhe është pse ky njeri ishte i fokusuar tek unë dhe pse më ka mbajtur kaq gjatë dhe më si ta them unë ty fokusin çka kishte ajo me mua në të vërtet, kush ishte motivi që arriti me mua deri në këtë pikë. Okej, do të thënë, unë po të shikoj me kristal, kristalet janë shumë fuqishëm për përgjigjet që ju do kërkoni. Tek ti ndikon diçka. Qëllimi i saj ka qenë drejt jush sepse ka parë një forcë brenda teje dhe ka parë diçka që tek ti qëndronte, ka pas një lloj interesi tek pasuria jote. Ka pas një lloj ndjekje tek ti nga influenca që ti kishe. Donte një mbështetje të madhe tek ju. Dhe gjithashtu donte qendrën finale tek ti, që çdo fokusim truri që ti ke të ishte tek ajo. Çdo gjë e jotja të kalonte tek ajo. E shikoj atë si objekt që ka qenë destinuar tek ti, ka qenë destinuar tek ti. Dhe e fokusuar ishte si femër mbas jush, nuk e kuptoj sepse ka qenë, e kuptoj shumë mirë që pse ka qenë, por nuk po e them aq haptas. Domethënë ajo është një femër që të ka vjedh identitet, të ka vjedh çdo lloj energjie tek ti, çdo pjesë të ëmbël dhe të fortë që ke ti, dhe do shkonte edhe më tej. Domethënë gjithçka ishte fokusuar dhe e shikoj si person me fiksime, si person domethënë që ka qenë lart një dimension më tepër se sa ishte, dhe ka dashur të plotësonte dëshirat e saj. Më tepër e shikoj financa, që financa ka qenë si pikë kryesore tek ajo dhe tek ti. Çdo gjë ka qenë efektive tek ajo. Me sa shikoj unë, keni pasur shumë marrëdhënie bashkë, në marrëdhënie pune, marrëdhënie punimesh, situata të ndryshme, po e shikoj. Dhe më tepër ka pas indinjime ose krijonte projekte me ty. Keni folur për projekte bashkë, po. Ishte diçka që sikur e rrezonte hënën dhe ta bënte për rrallë përpara këmbëve. Po. E shikoj që ka dashur, domethënë, të bënte udhëtime me ty, udhëtime dhe të prekte majrat në shumë synime jete. E shikoj që një pjesë të ka dëmtuar një pjesë jete, të ka dëmtuar me një pjesë jete, të ka dëmtuar mendjen, fizikun, financën, dhe më saktë tash ti nuk je në epiqendrën tënde të diskutosh, ose më saktë të qëndrosh dhe të përballesh me situatën që je dhe me bashkëshortin. Me bashkëshortin je larguar dhe je domethënë si në distanca. Po, ai ka mendimet e tij dhe nuk përputhet me mendimet që ti flet dhe që ti ke, dhe ti nuk përputhesh me mendimet e tij. Është shumë e vërtetë. Po. Tash i varet vetëm një person i tretë mes teje dhe mes bashkëshortit. Personi është fëmia juaj sepse jeni në familje. Sa përket fëmijës, fëmia është bërë si asnjë dhe nuk po di ku të qëndrojë në mendim dhe nuk po e kupton situatën e familjes. Vërtet është. As vetë në vetë po e kupton. Po nuk po e kupton. Edhe po e shikoj fëmijën që është pak rënë nga psikologjia. Shumë. Është rënë. Dhe në këtë kohë nuk duhet t'i flasësh fare dhe mund ta trajtosh fëmijën me një butësi ose më saktë ta lësh në qetësinë e tij. E ke lënë realisht. Dhe shikoj që të kesh kujdes, sepse dhe këto ditët që janë, këto ditët në vazhdimsi, këto 3 ditët, e shikoj që është planeti Afrodit, dhe planeti Afrodit ndikon gjithmonë për mirë, po ka një orar të fuqishëm tek ai që ai orar e rrezon personin kur ka konflikte dhe kur ka debate me një person kundërshtar, dhe ti ke kundërshtare më të fortë të jetës. Unë e shikoj që ti duhet të kesh një destinacion tjetër, të veprosh në mënyrë të ndryshme, të parandalosh personin që po të bën një skëterim në jetën tënde, dhe nuk po e shikon dot dritën që ti ke përpara. Po, nuk e ke, domethënë. E shikoj kujdes dhe nuk je përqendruar tek puna. Po. Dhe më saktë e futet në gjithë rrethinën që ti shkon, në gjithë rrethinat që ti je. Vërtet. Po.
ka shumë arsye të Dhe unë kam forta. menduar që tu tiki ca kohë nga Shqipëria. Ngja. Ti nuk, unë shikoj që ti ke këtë pjesën e udhëtimit, po jo se do të zgjidhë punë kjo largimi. Ashtu, ë? Largimi që ti mund të krijosh në vetvete nuk të zgjidh problem. Do i kesh prapë atë pjesën e saj nga Po, pas. po. Më tepër unë shikoj që ajo të merr në telefon dhe të çon mesazhe, do të dërgoj mesazhe. Kam blok E gjithçka. ke blok të gjithçka, është një person i tretë që vjen të dërgoj një mesazh. Po, është e vërtet kjo që po thuaj kontakti që po Po, më thua. është personi i tretë që të dërgoj mesazh, që nga mesazhi ti të merrohesh dhe shkon vetëm në humbje. Kjo në humbje. Dhe qëllimi i saj është të përqendrohet dhe të marri pjesën e fundit që të ka ngelur tek ti. Po, e vërtet. Është e vërtet? Po. Ka ngelur një pjesë e fundit të qëllimi i saj, çfarë ka dashur, çfarë ka vepruar. E shikoj person me fantazi dhe person që ushtron forcë, Shumë. dhe e shikoj që ajo mund të ketë kuraje shumë të forta dhe të punojë me akrepat e orës. Varet me minutat e orës, në çdo lloj minute Po. ajo projekton një fjalë Po, e vërtet dhe është. fjala goditet tek pjesa juaj. Po. E shikoj që ky person ka si busull në dorë dhe me anë të busullës të kontrollon në çdo veprim që ti bën. Po, e vërtet është. Ju jeni shenja dem. Unë jam gafore. Ti e gafore. Shenja dem kush është në këtë mes? Është burri im. Është burri jot. Po tash unë shikoj që ti je ballë me bashkëshorti. Po. Si shenjë kjo, si shenjë, domethënë ai është kthyer anasjellë dhe nuk është më i përqendruar fare Po, tek e ti. vërtet është. Absolut. Është i dal nga jeta. Po. Dhe nuk po e shikon fare më epiqendrën, pjesën e juaj jo, po epiqendrën e ti, nuk po di ku të qëndroj. E vërtet është. Edhe po krijon iluzione në mendjen e ti. Po. Dhe thotë që çfarë ka, kush është shkaku, edhe e shikoj që është si tip katastrofe mes teje, duhet një zgjidhje shumë e madhe drejt jush. Po, e vërtet është. Dhe kujdes nga ky person, është person që të ndjek si hije, nuk po e kuptoj çfarë njerëzish kanë në këtë jetë, se të ndjek si hije dhe është një, domethënë, ajo çfarë shenje ishte? Ajo është Luan. Luan. Domethënë është midis Luanit dhe midis një shenjë tjetër. Domethënë nuk është fare Luan si shenjë, është e ndërthuar shenja e saj, nuk e ka datën e saktë të datëlindjes të saj. Nuk e ka të vërtetë? Nuk e ka të vërtetë datën e lindjes të saj. Unë kam parë te karta identitetit. Domethënë jo, nuk është e vërtetë sepse ndoshta e ka të ndërruar ose më përpara ose më Ndoshta nuk e pas. bën një gjë. Po. Dhe e shikoj që është shenjë manipuluese. Shumë. Është shenjë manipuluese. Shenjë që do vetëm pjesën e saj, potencialin e saj të fitoj. Dhe të kesh kujdes nga kjo pjesë.